Miq Prizmus, nga New Yorku i ikuri nga gjykimi ose deputeti i Partisë Republikane, kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, takon Laçivitën e famshëm. Njeriu që t'i japi fitoren e Shqipërisë madhështore Sali Berishës me datën 11. Njeriu i cili ka 2 muaj që nuk ka ndruar xhaketën, po me atë xhaketë është. Njeriu që sigurisht premton që do të vijë, në fakt ka prej kohës që nuk ka ardhur, si duket bën shtrenjt bileta avionit edhe po t'ja paguash. Por ajo që të bën përshtypje nuk është vetëm fakti që Fatmir Mediu lejohet nga drejtësia e dhjerë shqiptare, nga prokuroria e dhjerë shqiptare, nga gjykatat e dhjera shqiptare, që sa herë të ketë seancë gjyqësore për Gërdecin, të mos bëj asgjë tjetër, por të abandonojë të tiki, është njeriu ministri të cilit i vdiqen 26 veta dhe ju plagosën 300, u holl në herë një fshat. Por që pastaj Sali Berisha bashkë me me Shkëndzenin paguan paratë dhe u bën gjithë demokrat, nuk ishte vetëm fakti që ai abandonon. Është fakti i jashtëzakonshëm i shkëlqyer i takimit të Laçivitës në New York. Sigurisht është dërguar nga Sali Berisha t'i thotë ore kur je. Hajde më vlla se kam premtuar Shqipërinë madhështore. Dhe thotë rrugës jam. Njerëz të tillë, njerëz të një kallepi të tillë do të bëjnë Shqipërinë madhështore. Pra, mirë Fatmir Mediu i Gërdecit, mirë Sali Berisha i Gërdecit dhe Shqipëria madhështore e Kujtim Gjuzit. Vjen keq, por nuk është as Selamije Nisheri, sepse kuptoj, e mori vesh që është një marrëzi e madhe, por ka mbetur vetëm Laçivita, edhe Laçivita që është fantastiku. Laçivita është njeriu që nuk ndron xhaketën. Ore me të vërtet me këtë që nuk ndron xhaketën, 2 muaj rresht do të fitojnë këta zgjedhjet dhe do bëjnë Shqipërinë madhështore. Albana Great Again, Shqipërinë e madhe edhe një herë, sepse duhet na shpjegojnë edhe kur ka qenë e madhe Shqipëria. Apo mëse ka fjalën Shqipërinë e madhe të 97-ës Sali Berishës, atë 96-ës kur rrifte deputetë dhe komisionerë, apo kujt 98-ës, atë të grushit shtetit, cilën Shqipëri të madhe, atë të vjedhjes 300 milionëve në rrugën e Komit dhe mosbërjes punës, cilën Shqipëri të madhe, të Gërdecit, të Fatmir Mediut, Shqipërinë e madhe të 21 janarit. Këtë Shqipëri të madhe bën ky Laçivita. Ky nuk ndron xhaketën e tij, po atë xhaketë ka, edhe jakën e zbërthyer deri ke veshët, deri ke shpatullat. Imagjinoni çfarë njeriu është. Ky ti ketë bërë fushatën elektorale Donald Trumpit. Gjithçka bërmakie, është fantastike kjo punë. Por në Shqipëri ky njeri është nga ata që do t'i vejnë cyrlet. Një njeri që nuk ndron xhaketën nuk e bën Shqipërinë madhështore. As të madhe, as Great Again, as kur gjë nuk bën. Thjesht, në qoftë se i kanë premtuar para, mund t'i marrë ato para, por e mira dhe këshilla më e mirë është të ndroj xhaketën. Po atë ngjyrë, po ta ndroj si stil. Po atë këmish, po ta ndroj, ta mbërthej spakut. Të vendosi diçka, një rregull në jetën e tij për të kuptuar dhe ta mbushur mendjen ne se ky mbase mund të bëj Shqipërinë madhështore. Dakord, njerëz me të tillë background, me të tillë pamje, që harrojnë të vinë në Shqipëri, edhe pse paguhen nga Fatmir Mediu i Gërdecit dhe Sali Berisha si shefi i tij, nuk bëjnë asnjë Shqipëri madhështore. Përkundërzi e bëjnë akoma më të vogël, më të shëmtuar, shumë më të zymtë dhe shumë më të lënë jetë se sa ajo që ka lënë Sali Berisha në kohën e Gërdecit. Dakord miqtë e mi, këta mund të bëjnë vetëm Shqipërinë madhështore të Gërdecit, asgjë tjetër. Miq Prizmus, në Itali, ditë e fundit ka qenë një fibrilitet i jashtëzakonshëm politik në marrëzinë e madhe të një të majte të shturur italiane, një majte e cila për ditë më tepër po tregon jo vetëm nervozizmin e saj, agresivitetin e saj, por në përgjithësi
në përgjithësi, edhe paqëndrueshmërinë e saj psikologjike. Atë që thash edhe për Sali Berishën këtu në Shqipëri psikopolitike. Atë nevojë të jashtëzakonshme për të shpërthyer nga që nuk din alternativën dhe nuk e bëjnë dot alternativën. Dy nga elementet kryesor mund t'i përmbledh këtu në atë sud të jashtëzakonshëm, të paprincip bile dhe disa mendje të njerëzve në moshë, mendje dikur të konsideruara brillante të italisht që është Romano Prodi dhe Fausto Bertinotti. Njëri një i majt i lidhur si demokristian, por sigurisht një i majt, edhe Fausto Bertinotti një komunist. Çfarë ka ndodhur? Profesor Prodin, ju kujtohet, në 97-ën. Prodi ka qenë kryeminist i Italisë kur një prej luftanieve italiane, si Bila i ra 4 i Tratës, edhe sigurisht mbyti 84 shqiptar. Kjo ka ndodhur në kohën e Romano Prodit, pra të majtës italiane. Dakor? Profesor Prodi gjinet para gazetarëve dhe e pyesin për një element të caktuar. Bëhet me nerva, ato nerva nuk i kontrollon kaq mirë, dhe nervozohet dhe duke u përgjigjur në një farë mënyrë kap edhe flokët e gazetarës, e tërheq për flokës. Sigurisht mosha e Prodit, këtë 80 vjeçët, mund të lejoj të bëj një gjest i cili është mirëdashës i tillë, por jo keqdashës, jo gati në agresivitet. Tërheqja nga flokët është domethënë si tërheqjen dikur na kanë tërhequr ne nga basetat ose nga veshi, si shqiptarët tërheqjes për veshit. Mirë po, sigurisht ajo është një gazetare dhe sigurisht ky është një politikan çhyll në këtë mes. Dhe kjo ka bërë bujë. Në një farë mënyrë e majta s'bën fjalë, sikur kjo t'i kishte ndodhur një eksponenti të djathtë, e majta italiane do të ishte çuar për të djegur Italinë, për të djegur parlamentin, për të rrëzuar qeverinë, për të bërë gjithçka. Sepse këtë filozofi revolucionare ka në kokën e saj. Në të vërtetë këtë e bën një majt tash, edhe ja demonstron të tjerëve. Edhe për më tepër thotë nuk ka ndodhur një gjë e tillë, nuk i kam tërhiqur. Kur ndërkohë dalin pamjet pastaj qartë fare që ai e ka bërë si veprim. Normalisht nuk ka se si e mohon më. Polemika qëndron në faktin që kur në një farë mënyrë toruan, i thonë, në Shqipëri, dhe kur qetësinë një person i tillë si Prodi, sidomos një profesor si Prodi, imagjino çfarë mund të ndodhi me të tjerët poshtë. Për më tepër qetësinë, që e quan veten edhe Bonacci, me thënë, quan veten debut, edhe Fausto Bertinotti, teknokrat, komunist, sigurisht, i cili thot, edhe unë t'jem thot e gjuaj me diçka Giorgia Melonin kur flet aty. Pra e gjuaj, nuk e gjuaj, dhe e shpreh kësaj radhe, jo me veprim, po me të thënë, një lloj agresiviteti i cili çyn është pjesë e parapolitikës, nuk është pjesë e politikës. Dhe këtë sikur ta kishte bërë një ideat, do ta kishin etiketuar fashist, me duçen, hitlerian, kriminal, ç'do t'i kishin thënë. Se e kanë zakon, do të kishin organizuar gjithë paradat gay kundra, të gjithë liberistat, të gjithë popullin për ta çuar, për ta rrëzuar, për ta linçuar, shkurt muhabeti. Një po kur e bëjnë vetë, nuk bëjnë zë. Dhe një pjesë e madhe e gazetave, janë të majta në Itali, një pjesë e madhe, një shumicë, nuk bëjnë zë fare, nuk e japin si skenë, nuk e japin si e thënë. Sigurisht që ka edhe elementet djathtë që e trumbetojnë edhe e japin, janë portale që nuk pyesin më për gazeta. Një gazete e madhe italiane ka më pak like dhe diskutime se sa një portal. Kuptoni? Por problemi është se kur thua që unë do ta gjuaj, është njësoj si të themi tash që do ta gjuaja unë kryeministën dhe ti jepja një. Këtu edhe kanë gjujt, po problemi është se këtu ke ne ky lloj revolucionarizmi është ke një parti që e quajnë veten djathtë dhe në që sigurisht ne e dimë që nuk është djathtë, është partia e Sali Berishës, është krejtësisht e kuqe, bolshevike. Po me të njëjtën mënyrë, me këtë lloj bolshevizëm është edhe Fausto Bertinotti, i cili është komunist. Dhe ky lloj agresiviteti ka ndru gati taborët. Skuadrizmin tash, në vend që ta kenë fashistët, cilët janë akuzohen se janë pushtet, e kanë komunistat. Kjo është tash të lojë, loja deri në këtë lloj periferie, sa mos kuptosh se ku fillon e ku mbaron skuadro komunizmi ose fasho komunizmi në Itali. Ndërkohë që demokracia këto element i kanë nxjerrë jashtë për kohësh. I ka
si të them tash, i ka o anashkaluar ose dënuar, jo vetëm thjesht me fjalë, po edhe me ligj, se nuk mund të thuash që unë do ta gjuaj. As nuk do ta kapësh dot një gazetare prej flokësh, ti thuash edhe me një lloj ironie, një lloj mençeshje, skorbute i thonë në Itali, po me një lloj neverie, ti flasësh me një neverie për ta treguar se është budallaqe. Në këtë mes të thënë ka kry puna si raport që ka edhe elitarizmi politik në Itali i majti, e kam fjalën, edhe me media edhe njëkohësisht edhe me përfaqësimin politik të tij. E fundit është shpikja e Partisë Demokratike të majti, ish komunistat, me anë të Franceskinit, që thotë, ai figli solo il cognome della madre. Pra duan çojnë dekret ligj dhe ta aprovojnë si ligj, gjashtë që ta arrin kurse s'kan shumicë, që të gjithë fëmijëve të jepet mbiemri i nënës. I bjen që po ta ndrojnë tani, të kenë mbiemrin e gjyshit nga nëna. Sepse sigurisht, kështu ka qenë mbiemri i vajzërisë, nga babai. Ti kur e ndron, ke për t'ia dhënë gjithë atyre fëmijëve që lindin, mbiemrin e gjyshit, që prapë është mashkull. Unë nuk e di se çfarë do shpikin tjetër. Nuk e kuptoj se çfarë do shpikin keq. E ma keq se atë. Kjo është Franceschini dhe kjo është shpikja e fundit e Partisë Demokratike Italiane. Çfarë do të thotë? Që e kemi më të sigurt nënën. Sigurisht në ligjet tona, ligjin shqiptar, është e drejta të mbaj cilin do me emër që i vendosin. Edhe të nënës edhe të babait, nuk është problem. Nuk është me urdhër. Por kur janë dakord, mund të mbaj të babait. Kur bien dakord, mund të mbajnë edhe të nënës. Por nuk kemi ligj që me zor do të mbash një emër. Kur nuk bien dakord, sigurisht është një lloj vazhdimi patriarkalizmin, do të mbajt babait. Nëse babai nuk do, mban të nënës. Pra kemi fleksibilitetin e ligjit, i cili nuk është se e paragjikon të mbash edhe mbiemrin e nënës. Mund të ndahen, mund të jenë jo të kurorzuar, edhe sigurisht fëmia mund të mbajë mbiemrin e nënës, nuk ka problem. Po jo me ligj që duhet të mbajë mbiemrin e nënës. Dhe kjo bëhet në prioritetin e grave, apo në çprioritetin e burrave. Duhen përjashtuar burrat nga përgjegjësia, apo duhet të kenë përgjegjësi më të mëdha. Duhet të kenë burrat vetëm përgjegjësi të japin ushqim, paguajnë lekët dhe pastaj mos kenë përgjegjësi tjetër, unë nuk e di se për çfarë bëhet, nuk e kuptoj dot, nuk futem dot. Apo është kundra familjes, se këtu është gjithë historia. Se një familje normalisht nuk kuptohet midis një gruaje dhe një burri dhe pastaj janë edhe fëmijët. Këta këtë duan të godasin, këtu është halli. Se sigurisht të gjithë e kuptojmë. Kur lind fëmia gjën kryesore që ne dim, jemi të sigurt, sidomos po të marrin pjesë në lindje, dim nënën. Pastaj, sigurisht, fëmia i ngjan babës ose nëna thotë që është i babës, mos të thirrni tira muhabete ose çifti është i tillë dhe kuptohet. Normalisht. Po kjo nuk do të thotë që ta kthesh në dekret ligj dhe ligj për të përjashtuar babain, jo thjesht nga përgjegjësia dhe për të rritur nënën, po për të shkatërruar deri në themel familje. Se sikundër thash në fillim, familja përbëhet nga nëna dhe nga babai. Edhe çështje etike, morale në këtë drejtim nuk është thjesht ana religionare, po ana gjenetike, është ana e familjes, ajo që është krijuar, ajo e cila ka shekuj që vazhdon, dhe që po tentohet në shekullin, ka filluar në shekullin e 20 dhe po tentohet në shekullin e 21 ta shkatërrojë. Ndoshta ka ekzistuar edhe është provuar dhe ka dështuar në trupin më të madh në kohën e matriarkatit. Dakord, miqtë e mi? Miq Prizmus, dje kisha një intervistë me deputeten, ish ministren, ish drejtuesen në qark të Partisë Socialiste, Aidona Bilali. Desha të përmend dy element bisedës me të. Elementi i parë ishte se ajo deklaroi që PS-ja në Shkodër fiton 5 mandate dhe surpriza
do t'jetë mandati i 6. Dhe sigurisht në ndërhyrje i thash po, ne nuk kemi vu bast, por normalisht kafen ta nxjerr unë në qoftë se do t'jetë kjo surpriza ose do t'jetë ky rezultati. Pa deklaruar nëse isha kundra apo isha pro. Thjesht do vendosja një bast virtual i cili nuk kuptohet se kush ishte kundra, kush ishte pro. Thjesht do besoja në atë që në bast thuhet nuk besoj, por që në të vërtet pastaj bëhet e besueshme kur del rezultati. E dyta ishte shumë surprizë për mua sepse zonja Bilali tha që është një nga ndërhyrjet e saja që pikërisht ai kartoni i shil është arritur në mënyrë të vazhdueshme nga ngacmimet, më thënë griçet e saj në politikë dhe kërkesë që kishte me kryeministin Rama, pastaj ndërhyrja kishte shkuar deri atë pikë sa kjo lloj padrejtësie të zgjidhesh duke mbajtur të zakonshmin karton që kalohet një herë paguhen 15 euro, por dhe vjetorin që paguhen 50 euro dhe sikur 3 herë të kalosh, normalisht e ke fitimin brenda. Sikur të kalosh 10 herë, atëherë kjo punë është bërë. Po, me një 50 eurosh. Dhe të dyja këto desha t'i thoja sepse janë të rëndësishme për ne. Janë të rëndësishme për shkodranët, për marrëdhënien që kemi edhe me të dy anët e kufirit. Në fundit janë dy anët e kufirit që janë shqiptarë, edhe zhvillimin e Shkodrës, në turizmin edhe të tilla gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme në kohën e sotme. Kurse për mandatet, sigurisht ai është një bast partjak politik, i cili duhet parë me datën 12, me datën 13 maj. Tjetra që desha t'ju them, është çarja e bllokadës së Berisës nëpërmjet ftesës që merr në ambasadën greke. Në ambasadën greke, ku takohet me aleatët e tij që është Fredi Beleri, sigurisht sipas me një nga armiqtë e vendit tonë. Ai mund të jetë eurodeputet grek, por mbetet një i akuzuar për vrasje, për vjedhje dhe rivendikues anti sigurisht territorit shqiptar dhe anti trashëgimisë kombëtare tonë. Ai është një mbrojtës, është një grekofon, se në të vërtetë është një shqiptar, i kthyer, jo naturalizuar, por i shpallur, vetë shpallur grek, që sigurisht punon kundër interesave të Shqipërisë. Dhe sigurisht, Sali Berisha, duke dashur të fitojë kredite ndërkombëtare, të cilat i ka jashtëzakonisht ulta, sepse normalisht kreditet janë në anën tjetër, janë te Edi Rama, është për ta deklaruar në mënyrë eksplicite, sepse askush nuk e do më Sali Berishën ta ketë partnerët bisedojnë, i vinin persona dhe individ të ndryshëm për të takuar, po jo institucione dhe normalisht jo lartësi të tilla politike, sidomos në Bashkimin Evropian dhe sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund t'i vinë një avokat ose mund t'i vinë parlamentar ta takojnë, po jo institucione të rëndësishme që kanë dorë. Vetë takimi aty me disa njerëz si Dulja dhe shumë element tjerë që nuk dua t'i them atje, që janë anti-shqiptar të shprehur jo vetëm në Facebook, po të shprehur nëpër media dhe të shprehur nëpër mitingje, që çojnë flamurin e Vojë e Pirit sa herë bëhet fushat elektorale në Greqi dhe tentojnë të rinë në fund atje dhe të provokojnë sa herë bëhet fushat elektorale në Shqipëri. Me të tillë njerëz, Sali Berisha takohet në ambasadën greke. Nuk është mirë kështu në këtë lloj forme, po këtu kanë ardhur gjërat edhe në këtë drejgje kanë pikuar elementet e ndryshëm të sistemit psikologjik dhe psikopolitik të Sali Berishës në raport me vendin e tij. Është e jashtëzakonshme që normalisht një element i tillë i shëmtuar i grekofonisë, e dini se për çfarë kam fjalën, shqiptarëve që bëjnë si grekë, jo grekëve vetë. Askush nuk ka gjë me popullin grek dhe me shtetin grek. Ata janë patriot të Greqisë. Ne duhet jemi patriot të Shqipërisë. Ky është dallimi që duhet kemi, po jo shqiptar dhe patriot i Greqisë. Kjo jo shqiptar në origjinë dhe armik i Shqipërisë dhe trojeve shqiptare. Ky është një dallim i jashtëzakonshëm edhe për më tepër i fuqizuar politikisht dhe për më tepër i mbrojtur nga ajo që e konsideron veten e djathtë shqiptare.
Kjo është katastrofë, pastaj katastrofë politike e cila paguhet edhe elektoralisht, sepse normalisht njerëzit nuk janë idiotë. Kuptojnë se kush e do Shqipërinë, e kush e urren Shqipërinë edhe haptas. Këtë gjë e kuptojnë gjithë edhe pastaj llogaria kur bëhet në fund edhe do që devijohet nga ana vodhen votat ose na i devijuan ose na i blen votat, por në të vërtetë votat i ke humbur sepse sigurisht takohesh, puthesh, përqafohesh me dy antishqiptar, si Dulja edhe Beleri. Dakord, miqtë e mi?